Faleminderit kryetare Kuvendit. Unë po du me fol një dimension tjetër të kësajna që po folet këtu, edhe si duket, pak të kolegë e ka bo efektin që është kërku me bo këtë efekt të friksimit pak edhe tu e trajtu këto si diçka juridike, si një ligj normal, si diçka që vish është me disa probleme, po mundet me u bo. Byroja për konfiskimin e pasurisë së palujshme. Mas pari si emën, kjo nuk pas ka drejt mja konfisku kjo byro pasurin kërkujna. Koncepti fillestar i byros për konfiskimin e pasurisë, që që kemni në për fushata që e keni bo ju, mas pari si pararoje të i shpall njerëzit oligarke të korruptume kështu, ka qenë propagandistik, populist edhe ka shërby për friksim. Edhe kjo për shërben, edhe tasht edhe qëllimi i kësaj është vish me shërby për propagand, populizm edhe friksim. Njëherë kundër oligarkve, kundër biznesëv, kundër zyrtarëve publik, edhe mas shumëti kundër opozite. Këtu, koncepti fillestar ka qenë me kriju një lloj rrethimi, një lloj patkuaj, ku njerëzit njerë kanë me i friksu, disa kanë me ikë për Kosove, se kanë me u konfisku pasurin, po edhe disa kanë me u nështru. Unë du me i thonë kësaj ministrës që ka këtu në Kosovë që asë nuk friksohen, asë nuk ikun, asë nuk i hojnë këto propaganda, sepse ky ligj, ky është hinë shtratin e vetë mas Komisionit Venecias edhe gjykatës kushtetuse, ky është hinë kallapin e vetë edhe këtu gjykatat tona kanë me i marrë vendimet për qëto, po ju badihava pe transmitoni si kur kam ju konfisku dikuj pasuria. Ju keni menu, ose keni paraqit se kanë me marrë shiritin, ma i kjeqi pe juve qëto, shiritin e konfiskimit në sjetull edhe ka më shku, mja konfisku shpina i kuj. Ju e dini që zbohet qashtu, po qashtu e keni folë, qështu e keni bo propagandën, qështu e keni tut njerëzit. Piken, këta e bojmë, po vish për shkakun si duhet njëherë mja u hek që të propagandën, se tani edhe e bojmë këto. A ka më funksionu ky ligj? Nëse na e duplifikojmë një agjencion, atëherë, pas ka dështu gjykata, policia, prokuroria, agencioni antikorrupsion. Unë kom prirë mi besu shtyne institucionëve që i kemi kriju na para prakisht. Tash për dash ka me bo këto, e përsta kjo është propagandë. S'ka mja konfisku pasurin bashkë kërkuj heq. Kjo vish kallxon që zgjedhjet të kjo ngat, vish pe pres edhe që ato pare të thmive kur t'ja vepni edhe kemë shku zgjedhjet. Pra, qka tentu me bo këtu? Ministra ka nostalgji edhe për të kalumen e në Verhoc atje. Qito kategoritë që i përmena, mi shpall kulak. Njerëzit e lirë. Do më thonë njerëzit që janë të djathë, janë njerëz që punojnë, që kanë biznes e këtu, mi bon tash kulak edhe mutut na pe Enver Dugolli, Sali Zybe, si përvim na mor shpi. Pa jo abra ministrës si zbohet kjo punë heq. Asje ka e tut kërkon heq. Unë edhe ta vëtoj këto sa për tut. Po s'du me ta vëtu vish mi u kalzu këtyne, si kur nuk duhet mu friksu pej propagandës edhe pej qytyne pëllavrav që jeni të i bo që 4-5 vjetë. Kësë së kur gjo heq. Edhe tash me ta kalzu edhe një tjetër për me përforcu. Po bile edhe me pas që s'muj me arsytu në i pasunit që s'mun është ma morë. Po as kërkush që tu heq. Edhe s'duhet më friksu bashkë kërkush. Faleminderit.